Prania e kreut të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në lutjet e mëngjesit në SBA, ka irrituar lobin serb në këtë vend. Organizata lobuese serbe, Serbian National Defense, me seli në Chicago përmes një postimi publik në rrjetin social X, ka sulmuar rënd Haradinajn. Për rolin e Haradinajt në UÇK, organizata etiketon atë me akuza të rënda dhe të pabaza, duke përmendur trafikim organesh apo të ashtu quajturën shtëpia e verdhë në Shqipëri. Kjo organizat madje i parashtroi një kërkesë institucioneve amerikane që Haradinaj të jetë në burg e jo në lutjet e mëngjesit, ku foli edhe presidenti Donald Trump. Gjatë qëndrimit në Washington, Haradinaj ka zhvilluar takime në Capitol Hill, ku mbajti edhe një fjalim në Kongresin Amerikan në kuadër të forumit ndërparlamentar të sigurisë, ndërsa AAK-ja tha se ai pritet të vazhdojë me takime të tjera në Pentagon. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka deklaruar se porosia e tij në Kongresin Amerikan në kuadër të forumit ndërparlamentar të sigurisë në Capitol Hill ka qenë i qartë dhe e shkurtër. Koha është tani. Duke ju drejtuar kongresmenëve amerikan, miqve dhe bashkëpunëtorëve, Haradinaj ka falendëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Kosovës dhe rrugtimin të saj drejt anëtarësimit në NATO. Ai ka theksuar se Kosova ka implementuar planin 10 vjeçar për zhvillimin e ushtrisë së saj në bashkëpunim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke nënvizuar se forca e sigurisë së Kosovës dhe institucionet e tjera të sigurisë bazohen në standardet e NATO-s dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas Haradinajt, Kosova është e gatshme të kontribuojë në fushën e sigurisë dhe plotëson kushtet për anëtarësim në NATO. Ne jemi gati për anëtarësim në NATO, koha është tani, ka deklaruar Haradinaj.